Hoxha se ka vendin veç në xhami. Kush që ka vunë këtë kufi? Ai jeton edhe në shoqëni. Ai edukon brezat e ri. Kur është nevoja, flet edhe për drejtësi. Është lehtë me të citu Kur'anin për t'i dhënë leksione hoxhallarëve, por Kur'ani na thot gjithashtu se duhet me aprej dorën hajdudit. Kur'ani na thot se mallkimi i Allahut është mbi zullumçarët. Kur'ani na mëson se drejtësia është themeli i ekzistencës dhe balanca në univers. E keqja e Shqipnisë nuk ka ardhur prej xhamisë, po prej udhëheqësisë. Ka ardhur prej babzisë, prej shtypjes, pa drejtësisë. Ka ardhur prej hajnisë. Hoxh Mustafa e hoxhallar tjerë, Shqipnisë tonë i japin vlerë, por ata që ndaj Islamit kanë urrëtie e vjallin vlerë, nuk kanë dije as moral, as shqiptari, as nder.